22 shtete kundër Iranit, front ndërkombëtar për Hormuzin, përshkallëzohet kriza globale e naftës. Numri I vendeve që ofrojnë të kontribuojnë për hapjen e ngushticës së Hormuzit është rritur në 22, duke shtuar presionin ndërkombëtar ndaj Iranit dhe duke izoluar gjithnjë më shumë diplomatikisht atë. Australia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë dy vendet e fundit që u bashkuan deklaratës përbashkët që dënon bllokadën e pjesëme të Hormuzit nga Irani. Kjo e çon në 22 numrin e shteteve, mes tyre Britania, Franca, Gjermania, Italia, Hollanda dhe Japonia. Trump theksoi se ngushtica e Hormuzit duhet të ruhet nga vendet që e përdorin, duke lënë kuptohet se SBA nuk do ta mbajë të vetme parën e operacioneve. Nga ana tjetër, Irani mohoi se ka mbyllur plotësisht korridorin strategjik, duke deklaruar se është I hapur për vendet që nuk konsiderohen armiq, ndërsa anijet e lidhura me Shtetet e Bashkuara dhe aleatat e saj veten në shënjesër. Ndërkohë 22 vendet në deklaratën e përbashkët kanë dënuar ashpër sulmet iraniane ndaj anijeve tregtare dhe infrastrukturës civile, duke kërkuar garantimin e lëvizjes së lirë në këtë rrugë jetike për tregtinë globale të naftës. Kriza në Hormuz po shndrohet në një përballje të hapur ekonomike dhe ushtarake me pasoje të mëdha për energjinë dhe stabilitetin global.